Katari kërkon një vendimmarrje të përbashkët për të ardhmen e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare për energji në botë, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të përshkallëzohen. Gjatë një konferencë për shtyp në Doha, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Majed Al-Ansari, theksoi se aktualisht ngushtica është e mbyllur për shkak të operacioneve ushtarake dhe se diskutimet për të ardhmen e saj nuk mund të zhvillohen në këto kushte. Ai nënvizoi se kjo rrugë ujore nuk i përket një vendi të vetëm, por është një hapësirë përbashkët për të gjithë rajonin dhe partnerët ndërkombëtar. Ndaj çdo vendim duhet të merret në mënyrë kolektive pasi të përfundojë përshkallëzimi dhe të rikthehet siguria. Zyrtari i Katarit paralajmëroi gjithashtu për rrezikun e madh që paraqesin sulme ndaj infrastrukturës civile, duke theksuar se vendet e gjirit varen në masën e madhe nga impjantet për furnizimin me ujë të pijshëm. Sipas tij, goditja e këtyre objekteve përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për jetën e qytetarëve në të gjithë rajonin dhe duhet të shmanget me çdo kusht. Ai shtoi se ekziston një qëndrim i përbashkët mes vendeve të gjirit për të kërkuar uljen e tensioneve dhe përfundimin e luftës, ndërsa Doha mbështet çdo nismë diplomatike që synon rikthimin e palëve në tryezën e negociatave. Sipas tij, konfliktet përfundojnë gjithmonë me dialog dhe sa më shpejt të arrihet kjo, aq më mirë për popujt e rajonit.